Përshëndetje Hoxh, një këshill të lutëm për risk. Selam aleikum. Përshëndetje, aleikum selam. Risku pra është furnizimi. Allahu ka thënë Kur'an, në qiell është risku juaj dhe atë të cilën unë ua kam premtu. Andaj, këshilla ime është që mos e nënçmo veten para askujt, mos e përul veten para askujt në tokë, sepse riskun e ke në qiell. Po, merri sebepet halal, mos e përul veten, mos e shet fen, mos e shet fytyrën, moralin, autoritetin tanë para njerëzve. Merri sebepet halal, edhe dije që ata vetëm janë derë e riskut tanë, ama nuk është risku në dorën e tyne. Qëndro krenar, pa mendje madhësi, mbështetu te Allahu, duke i marrë sebepet halal. Mos e në Zotin për t'i pajtu njerëzit kinse në amën të riskut. Zoti të rujtë.